Lavdëroni Zotin, se është I mirë, Alleluja. Të gjithë ne krishterë ortodoks, nga data 1 gusht dhe data 1 që jemi në datën 13 gusht, po vazhdojmë një udhëtim të bekuar të kreshmëve të gushtit. Kreshmët e gushtit janë përgatitje për të kremten mariologjike, për fjetjen e ylincës që festojmë më 15 gusht, që quhet edhe Pashka e Verës. Sepse në këtë ditë që ne presim ta festojmë dhe këtë vit bie në ditën e shtunë, neve kremtojmë njëkohësisht fjetjen e saj, varrimin e saj dhe transferimin e saj në qiell. Kështu që Kisha ka vendosur këto 2 javë kreshmore, pregatitore, që neve të pregatitemi shpirtërisht, trupërisht, për të festuar të kremtet madhe. Pra ashtu si dhe neve, në familjet tona kemi evente dhe pregatitemi për to, ditë përpara, sa më tepër për këtë ngjarje të madhe, për të kremte mariologjike, kushtuar zonjë shëmëri, ne të krishterë ortodoks duhet pregatitemi. Dhe pregatitja që na jep Kisha ortodokse është kreshma. Kreshma është një mjet që na jep Kisha, që nuk duhet ta neglizhojmë. Fatkeqësisht, ka disa të krishterë që e neglizhojnë kreshmën. Thonë është çështje ushqimore, si çështje diete, dhe nuk është e nevojshme për ta mbajtur. E kemi gabim. Kisha di pse e ka bërë këtë punë. Kreshma është një mjet I domosdoshëm që njeriu të përgatitet shpirtërisht dhe trupërisht. Kemi folur këtu për kreshmën, kur fillojmë kreshmët e mëdha, por dhe këto kreshmët, pavarësisht se janë të vogla në kohë, pra janë 2 javë, kurse kreshmët e mëdha janë 40 ditë, përsëri këto kreshmë janë të ngjashme me kreshmët e mëdha ose kreshmët përpara Pashkës, sepse janë kreshmë të forta quhen, asketike, nuk konsumohet vaj dhe ver, mish, peshk dhe në produkte jo, po as vaj dhe ver përveç të shtunë dhe të diel. Dhe jo më kot, Kisha I ka vendosur kreshmët, sepse kreshmët janë një mjet që na ndalojnë pasionin, pra na ndihmojnë që të forcojmë karakterin, të themi jo tundimit, pasionit, dobësive, mëkatit. Në qoftë se neve nuk arrim dot t'i themi jo një ushqimi, nuk ta ham sot, po do të ham pas një kohe tjetër, atëherë çfarë fuqie do kemi neve për t'i thënë jo një mendimi sensual, jo një dëshire mëkatare, ose dhe një pasioni. Në qoftë se ne do rrëzohemi tek ligji kreshmor, do rrëzohemi dhe tek ligji moral. Prandaj janë të lidhura me njëra tjetrën. Kështu që kreshma është e domosdoshme, është e nevojshme për shpirtin, por edhe për trupin. Por sot nuk do të flas për kreshmën, por do flas për disa gabime që bëjnë të krishterët dhe gjatë kësaj periudhe. Kohët e kreshmëve, që jemi dhe neve kreshmët e gushtit, janë mot I lidhur quhet. Fjala mot I lidhur do të thotë që gjatë kësaj periudhe nuk lejohet nga Kisha që të krishterët të gëzojnë dhe të festojnë për gjërat e tyre personale. Si që janë fejesa, martesa, evente ose ditëlindje, sepse është një mot I lidhur, është një mot ose periudhë pendese. Kur neve për shembull
kemi një problem në shtëpinë tonë. Kemi një hidhërim. Një dikush është larguar nga familja jonë. Ose kemi një ngjarje, kemi një vështirësi. Patjetër që nuk na shkon mendja të argëtohemi, të këndojmë ose të vallëzojmë. Por për të përballuar në eshtje problemin tonë, zinë tonë ose hidhërimin tonë. Kështu edhe gjatë kësaj periudhe, të krishterët janë ftuar në hidhërim gëzimi. Hidhërimi është se neve hidhërojmë për mëkatet tona. Gëzimi është se këto mëkate nuk na mbeten tek ne, por na falen kur ne shkojmë tek Zoti me pagëzim, me pendim rrëfim ose edhe kur kungohemi. Prandaj, gjatë kësaj periudhe nuk bëhen gëzime ose festa. Jo se ne jemi kundër gëzimit, por flasim gëzimet e botës, sepse në gëzimin e Zotit e kemi gjithmonë me vete. Apostull Pavli thot gëzoni në Zotin, edhe brenda vështirësive gëzoni. Dhe këto nuk janë thjesht gjëra si njerëzore, po janë dhe gjëra që janë vërtetuar në përvojat e njerëzve dhe besimtarë. Ju tregoj një histori që e tregon një zonjë e cila u tregua e pa kujdesshme bashkë me burrin e saj, dhe në këtë periudhë që është koha e kreshës tash, ajo shkoi bashkë me turmën në një festë që ishte në një zonë. Shkuam, thot ajo zonja, dhe ka treguar publikisht rrëfenjen e saj, bashkë me burrin në këtë periudhë gushti që është dhe periudhë pushimesh dhe njerëzit jepen lirshëm edhe në festa, në argëtime, në traditat e tyre. Edhe pse e dinim që gjatë periudhës kreshmore duhet të qëndrojmë larg këtyre argëtimeve, nuk i dham rëndësi, thot. Por vajtëm me burrin dhe si gjithë të tjerët, nuk bëm në i gjë ndryshe, por hëngrëm, pim, kënduam, vallëzuam, normalisht si gjithë njerëzit e tjerë. Por ndodhi një diçka, thot. Mbas pak kohësh burri im nuk u ndjej mirë, thot. Filloi të ketë ethe, temperaturë, u zbardh dhe u ndryshua me njerë gjendja e tij shëndetësore. U përpoqëm, thot, edhe me ato medikamentet, çfarë kishim aty rreth e qark, që të bënim diçka, por gjendja e burrit, thot, nuk po qetësoi. Atëherë, thot, kjo grua vet e kuptova. Ndoshta u qortuam se nuk e mbajtëm rregullin, që gjatë asaj periudhe nuk duhet të argëtohemi. Shkova, thot, dhe i kërkova falje të shenjtës, të më falësh për këtë gabim që bëm, dhe nuk vonoj shumë, thot, mbas 20 minutash, burri u kthye në gjendjen normal, gjithçka u kthye në normalitet, edhe e kuptuam, thot, edhe unë dhe burri, sa e rëndësishme që ka ky rregull, që gjatë kësaj periudhe duhet të rrim larg argëtimeve njerëzore. Ka dhe ngjarje të tjera dhe nga përvoja që kush ka thyer ligjin e kreshmës nuk e ka zbatuar dhe në vend që të kreshmoj, ha e pi pa kriter, në vend që të mbaj zi për mëkatet e veta, argëtohet, këndon e vallëzon si kur është në parajs, që në vetvete duhet qaj për mëkatet e tij, është qortuar. Qortimi që na jep Zoti nuk na jep për dënim. Zoti nuk ka pasion, nuk është hakmarrës. Zoti nuk doj që neve të mos gëzojmë. Jo, Zoti doj që ne të bindemi dhe ne të kemi një gëzim që nuk vjen nga gëzimi i botës, që shpeshherë të çon në mëkat, por të kemi gëzimin e vërtet. Dhe nuk ka gëzim më të madh për një krishter kur pajtohet me Zotin. Çdo thot pajtohesh me Zotin. Do thot i kërkosh falje Zotit për mëkatet e tua dhe të përpiqesh të largohesh mëkatit, pasionit, të ndryshosh. Dhe atëre në shpirtin tënd ke gëzim. Sepse vjen Zoti që është një qenie e gëzuar dhe të gëzon me gëzimin e vërtet. Gëzimi i vërtet është kur loton, jo nga dëshpërimi, nga inati, ose nga disfata, ose depresioni, por kur qanë se ke mëkatuar dhe ke i dhëruar Zotin. Atëherë mbas ti dhërimi vjen gëzimi. Për këtë gëzim ne kemi nevojë. Kurse gëzimet e tjera janë gëzime bote. Dhe aq më tepër kur këto gëzime bote
bëhen kundër urdhresave hyjnore dhe urdhrave të kishës, kthehen në mëkate, kthehen në idhërime, kthehen në trishtime, kthehen në probleme, kthehen në përçarje. Tregohet një histori se si një djalë i ri pa përvojë u largua nga kjo botë dhe me shpirtin e tij u drejtua për jetën e përjetshme. Dhe te pragu i jetës përjetshme ishin dy porta. Një ishte porta e parajsës, një ishte porta e ferrit. Tha, ta hap një herë portën e parajsës, thonë që aty është mirë. Dhe vërtet, hapi portën e parajsës, pa një lëndin, një muzikë të lehtë, një qetësi, mirë që nga këtu dha. Po pati kuriozitet, tha të shkoj të shikoj dhe portën e ferrit. Çfarë bëhet aty në ferr? Dhe kur hapi portën e ferrit, pa njerëz që këndonin, vallëzonin, u lërisnin, dhe tha, këtu që ka, tha, shumë mirë, tha. Këtu që ka argëtim, tha. Tha, po hy këtu, tha, bëhet çfarë të bëhet. Në moment që hapi portën e ferrit për tyrë në atë gëzimin e tij, u hap një portë tjetër dhe vetëm kur e pa veten në umner në zjarrin e ferrit. Dhe ngriti kokën lart dhe pa një demon që po qeshte dhe po shikonte nga lart. Atëherë ky djalë pa përvojë tha, po pse tha ju atje dha po argëtoheni? E more djalë tha, aty tha është zyra e propagandës. Tha. Djalli bën shumë propagandë. Nuk thot djalli aty çoj në ferr, se nuk është budalla. Por djalli thotë argëtohuni, këndoni, vallëzoni, hani, pini, mos çani kokë. Jeta është e gjatë. Por ku e dim neve sa do rrojmë? Ne e dim sa kemi rrojtur, por nuk e dim sa do rrojmë. Asnjë nga nesh këtu, asun. Nuk e dim sa do rrojmë. Se çfarë do ndodh mbas kësaj minute. Dëshirojmë të rrojmë shumë, të plakemi, të lëm pas të tjerët, por jeta nuk është kështu. Ikin fëmijë, ikin të ri, ikin të rritur ishin dhe pleq. Pra, si thot Krishti, rini zgjuar dhe jeni gati se nuk e dini kur vjen i Zoti i shtëpisë. Vdekja vjen si hajduti. Çdo njeri duhet i bëjë një pyetje vetes para se të flej gjumë. A jam gati nëse sot vdes? A jam gati të përballem me Zotin sot? Dhe çfarë është gjumi që shumë njerëz nuk dinë çfarë është? Është vdekje. Gjumi është ikona e vdekjes. Se ne nuk e kuptojmë se është vdekja. Ja pra, vdekja është si gjumi na ndan nga bota, nga realiteti, nga të afërmit, nga zërët, nga tingujt, nga çdo gjë që na lidh nga kjo botë dhe zhytem në një botë tjetër, në botën e ëndrave, botën e iluzionit. Kjo pra është vdekja. Largohet shpirti nga trupi dhe shkon në një dimension tjetër. Ashtu sikur ti flegjum nuk humbet fletruri, po shpirti është i gjallë. Prandaj dhe shikojmë dhe ëndra, se jemi të gjallë. Kështu edhe kur vdesim, nuk humbet njeriu, trupi shkon në dhe se nga dhe u mor, e shpirti shkon në dimensionin pa kohë, ose në atë që quhet i përjetshëm. Dhe përballet me Zotin, që është gjykatës. Dhe çfarë është ngjallja që shumë njerëz nuk arrin ta kuptojnë, themi presim ngjalljen e të vdekurve siç u ngjalli Krishti, zgjimi nga gjumi. Zgjimi nga gjumi është një ngjallje. E them këtë se neve mendojmë se kemi jetën në dorën tonë. Jo. Asnjë nga nesh nuk e ka. Zoti nuk na tregon se sa do jetojmë, që mos bjem në apati, se po ta marr vesh se do jetoj dhe disa vite tjera them, mos e kam kohë. Pse duhet pendohem tani? Pse duhet përpiqem tani? A dhe nga fundi i jetës aty shkoj? Jo. Prandaj dhe Zoti nuk na i thot, dhe thot vetëm këtë: rini zgjuar dhe jeni gati, se nuk e dini kur vjen i Zoti i shtëpisë. Pra, çdo thot jesh gati. Jo të rish pa gjumë, po të pajtohesh me Zotin. Qofse ke vrasje ndërgjegje, qofse ke mëkate ndaj Zotit, qofse ka gabime e faje ndar të afërmit, shko pajto me Zotin dhe me të afërmit tënd. Para se dalësh te gjykatësi, se në këtë botë ke mundësi të kthehesh. Në botën tjetër do japësh llafe për mëkatet e tua, do gjykohesh dhe nuk do kesh mundësi të kthehesh, as të pendohesh, por do dënohesh. Ky është besimi. Për këtë vim të në kish. Nuk vim thjesht të në kish
për të marrë disa benefite të vogla. Po vim për ndjesën e mëkateve, pajtohemi me Zotin, që nëse Zoti ma kërkon sot shpirtin të jem gati. Këtë ndihmon dhe kreshma. Edhe diçka tjetër, është një traditë e gabuar që nuk lejohet që gjatë asaj periudhe bëhen dhe martesa. Martesa është e bekuar në kish, por ajo që është e bekuar në kish, jo ajo në bashki, në kish, sepse Zoti e krijoi çiftin e parë, Zoti e bekon me uratat e kishës. Prandaj edhe sot ka shumë divorce, sepse martesa nuk bëhen në kish. Por më e keqja të krishterët po humbin dhe traditën, bëjnë martesa edhe në kohë ose mod të lidhur, gjatë kohës kreshmore, edhe thonë, s'kemi qa bëjmë, se zgjetëm lokal, se s'kemi qa bëjmë me njerëzit, s'kemi qa bëjmë me këta, jo po tani vim nga jashtë, jo po... Po mirë më, rregullojmë me njerëzit, prishëm e Perëndin. Më rregull. Po njerëzit do hanë e do pinë, e do të harojnë. Po te Perëndia si do kesh kurajet të shkosh e ti kërkosh ndihmë. Po mirë më, se u martove atë ditë. Si të 2 martojnë 100 tërbohen. Po jeta nuk është një ditë. Do fillojnë hallet. Si do trokasësh te dera e Zotit? Si do t'i thosh o Zot më shirom? Si do thosh e tërshenjta e lind se shpëton? Po pse more thot? Në kohën e kreshmës që mbajnë zi për mëkatet krishterë ti hëngre, pive, u arktove, pse s'kishe ditë tjetër di? Tani si më vjen dhe kërkon ndihmë ti mua? Si do shkojmë i lindsës ti themi? Po thot 2 javë të kreshmet mia nuk i mbajte, tani kërkon që unë të lutem për ty? Patjetër që Zoti është i mëshirshëm. Nuk mban mëri. Po çështja është se ne pësojmë. Ne vuajmë. Nuk duhet arim të thyejmë turit dhe pasaj din te Zoti e ti kërkojmë falje. Njeriu ka mend, ka logjik, do t'i vëj mendjen në punë para se të ndodhe keqja. Jo kur ndodhe keqja, sepse ndonjëherë ndodh një keqje që është shumë e madhe dhe nuk riparohet kollaj dhe ka pasoja, se nuk e vuan vetëm çifti, e vuan dhe fëmijët që vinë nga pas. Prandaj, në kohë të tilla nuk bën dasma. Në qoftë se është diçka shumë e veçantë, duhet me shumë pendes dhe duhet marrësh uratën e kishës të atit rrëfys, qoftë se ta lejon kisha, po e ta bësh me kokën tënde ti. Edhe pasaj thon, bëm gjitha të dasëm, po përfundoj me sherr, bëm atë fest, po grim e uzim, bëm pasaj undam, e ku vajti gjitha të shpenzime? E ku vajti gjitha përgatitje? Ku vajti? Sa, qarë thot Krishti? Pa mua nuk bëni dot asgjë. As gëzimi nuk bëhet pa Zotin. Jo dhe vështirësit që nuk mund të përballohen pa Zotin. Prandaj, jo më kot i themi të gjitha këto. I themi të gjitha këto që t'i japim rëndësi kësaj periudhe. Është periudhë përgatitore për ne të krishterët. Sepse përgatitemi me kreshëm dhe në qoftë se nuk e keni mbajtur kreshmën, fillojeni që sot. Hiqni dorë nga ushqime bashkëtazore dhe në produkte dhe mbani të paktën to 2-3 ditë për nder të shërmërisë. Që datën 15 të shkoni në kish. Si përgatitemi ne të krishterët për Pashkën e Verës, që është fjetja e Lindsës. Nuk përgatitemi të përndërtojmë lokalin ose të rregullojmë arktimin. Jo, përgatitemi mendërisht, shpirtërisht, trupërisht që shkojmë në kish. Në qoftë se ne nuk shkojmë në kish, ne nuk festojmë. Këtu në kish bëhet festa. Këtu zbret Zoti, këtu zbret tërshenjta, këtu zbresin ëngjëjt dhe shenjtorët. Këtu bëhet festa, këtu bëhet dasma, liturgjia hyjnore. Këtu jepen misteret. Këtu kungohemi me trupin dhe me gjakun e Krishtit. Pastaj marrin kuptim edhe arktimet, edhe gëzimet, edhe këngët, edhe vallet. Mbasi kemi marrë uratën e kishës. Është e mallkuar ai gëzim në thojza. Ajo fest, ajo e ngrënë e pirë para liturgjisë hyjnore. Që thjesht shkon në për një takim o në një fest, edhe atje në kish thonë më shiro Zot, ti troket gotën dhe thua ajde për shumë vjetë ta gëzojmë këtë fest. Si ta gëzosh të fest?
po e tërshenjta është në kish, ti je në klub, ti je në lokal, ti je në krevat, ti je duke bredhur anës detit, ose ti hap dyqanin, ti merresh me tregti. Prandaj keni kujdes ka këto gjëra. Shiko, gjërat e Zotit nuk pranojnë konkurrencë. Zoti është absolut. Dhe ne të krishterë ortodoks duhet t'i japim vendin e parë Perëndis. Ne nuk do bëjmë si bota, se dikush thotë, po kështu bëjnë të tjerë, po ne si jemi të tjerë si tjerët. Po pse neve si bëjmë shtëpinë tonë, si bëjnë komshinët apo si bën babai, nëna, familja jonë? Ne nuk imitojmë të tjerë, ne imitojmë prindrit tanë dhe respektojmë ata dhe ata na ndihmojnë neve. Edhe këtu është familja jonë e përbashkët. Kisha është familja jonë. Ati është Krishti, të shenjta është nëna jonë, ëngjëllit dhe shenjtorja vëllezërit dhe motrat tanë. Ne jemi vëllezër dhe motra në shtëpinë e përbashkët. Këtu në kishë ndodhin. Kjo është përgatitja. Dhe tjetër, duan të kungohemi për festën e fjetjes Ylincës. Shumë mirë. Po nuk mund të kungohemi kështu. Haj se thonë atje për të kunguar, shkojnë gjithë, shkojnë dhe ne. Jo, në qoftë se ke mëkate të rënda, mos shko të kungohesh. Qoftë se ke shumë kohë pa u kunguar, mos u afro pa të kungohesh pa u kryer misten e pendim rrëfimit. Qoftë se gënjen, qoftë se vjell, qoftë se mallkon, qoftë se bën abort, qoftë se tradhton, mos shko të kungohesh, sepse dënohesh. Duhet ti rrëfesh to mëkate, shkosh te ati shpirtëror, te prifti, ti rrëfesh to mëkate, të marrësh uratën e faljes, pastaj shkosh kungohesh. Sepse të djeg kungata. Si e pranon Krishtin dhe fut brenda trupit dhe shpirtit tënd ku ke mëkat, po aty ku ka mëkat ka demon. Si mund të ri dhe Krishti dhe djalli brenda nesh? Nuk rin dot. Prandaj, përgatitja për festën është me pendim rrëfim. Dhe bashkë me Kreshmën, dhe pastaj shkojmë në kishë. Kështu pra të dashur të krishterë themi të gjitha këto, sepse fatkeqësisht po i humbim pak këto tradita tona të krishterë, po na merr fryma e botës. Edhe diçka tjetër që duhet ta themi. Është një fyerje që shkojmë në këto të kremte, shkojmë në kishë, sidomos është një periudhë vere dhe njerëzit tani gjoja nga e nxehti. Po s'është nga e nxehti, më tepër është nga qefi dhe nga pasioni, shkojnë me veshje të pahishme. Sigur jemi në plazh. Po prit më tash. Po mirë më në plazh lejohet, hajde, për hir të shëndetit, do mbajmë disa rroba që ta ekspozojmë trupin diellit. Po nuk mund ta bëjmë të në kishë. Nuk vim të në kishë që njerëzit shohin trupin tonë. Jo, këtu në kishë vim që ne të shikojmë, ta kemi mendjen te Zoti, te Ylinca shenjtorët, jo te njëri tjetri. Çfarë thot Zoti? Në botë do vinë skandale, po mirë ai që i sjell. Gjinia femërore ka një përgjegjësi shumë të madhe sot. E fyen mbi gjereshën zonja Shëmari. E shikoni si është e veshur ajo? I shikoni si janë të veshura shenjtorët? Po mirë, shami në kokë nuk po e mbajmë, se themi nuk duhet. Po mirë, po me minifund në kishë nuk vihet. Ose e zbuluar nga lart nuk vihet. Si të vihet? Trupi duhet mbuluar, vetëm kafshët nuk kanë rroba, edhe sklevërit. Njerëzit dhe ata që janë me dinjitet janë të veshur. Veshja tregon dinjitetin tënd, personalitetin tënd, respekton vendin. Mund të shkojmë në një takim zyrtar, sikur jemi këtu në plazh, me shapka, me minifunde ose me pallona të shkurtra, mund të shkojmë neve? Po shko të thret dikush i qeveritar, shko në atë mbledhje, çfarë do thotë? Dil për jashtë. Nuk respekton vendin, sepse si e veshur hishëm. Si mund vim ne në shtëpinë e Perëndis në këtë mënyrë? Dhe kur na thot dikush që je me veshje të pahishme, ne na vjen keq. Fyhemi. Po si fyhemi? Po për çfarë do shkosh atje? Skandalizësh njerëzit? Prandaj themi gjitha këto, se edhe kjo lloj veshje në thonjza që është zhveshje e ka fyer dhe ka mërzitur shumë Zotin. Bota le të bëj çfarë doj. Bota le të jetoj si kafshët. Ne jemi të krishterë. Ne jetojmë me dinjitet. Jo vetëm jemi njerëz, po jemi ikonat Perëndis. Jemi krishterë, jemi vëllezërit e Krishtit, jemi motrat e Krishtit, jemi bijtë e Zotit.
Prandaj i them gjitha këto se ndodhin këto gjëra. Edhe të krishterët po e humbin atë frymën, po humbin atë respektin, po humbin frikën e Perëndis. Dhe pastaj thon, po pse o Zot sikur na ke marrë me gur? Nuk ka marrë Perëndia me gur. Perëndia me bukë, po ne jemi me gur. Po çështja është thot Perëndia që juve vini krijoni skandal në shtëpinë time. Më mirë mos hajde një fare. Mirë kreshës bani. Mirë por të penduar rrëfyrës bëni. Por të përgatitur jo, po të vini dhe në shtëpinë time dhe të bëni sigur shtëpia ime një vend argëtimi pasionant ose sigur është plazh, që nuk lejohet. Pra, të gjitha këto i themi për mirë. Nuk jemi kundër gëzimit, as argëtimit, kisha përkundrazi, por çdo gjë ka kuptim. Çfarë thot aty në librin e Zotit? Çfarë thot Apostoll Pavli? Në qoftë se hani, në qoftë se pini, në qoftë se bëni çdo gjë tjetër, ti bëni për lavdit Perëndis. Pra çdo gjë i bëjmë, i pëlqen Zotit kjo? E pranon Zoti këtë? Është sipas traditës, është sipas rregullave, është sipas ligjeve? Po, do ta bëj. Në të kundërtën s'do ta bëj. Gjithë bota le të thënë mbrapsht, unë nuk do ta bëj. Kështu pra, të dashur të krishterë, le të vazhdojmë përgatitjet. Kreshma mbyllet në 15 gusht mbas liturgjisë hynore dhe pastaj, mbasi kemi marrë pjesë në liturgjinë hynore dhe kemi marrë uratat dhe bekimet e kishës, dhe ata që janë përgatitur me kreshëm, pendim, rrëfim dhe kungojnë, pastaj të ulemi, të gëzojmë, të festojmë, sepse është ditë shumë e madhe. Dy janë festa më të mëdha në vitin liturgjikar të kishës. Është Pashka e Zotit, që është në prill zakonisht dhe në maj, dhe është Pashka e Verës, që është më 15 gusht. Në Pashkën e madhe ne festojmë ngjalljen e Krishtit, në Pashkën e Verës festojmë thjetjen, ngjalljen dhe transferimin e zonjës hyjnëse në qiell. Amin. Love